Se ma shumë i ka fajt telefoni, se rrinë venjë ta dhe ka raste shumë noja si ma kam bo e ljumja ti, kër e kom bo intervjistën e parë, që i runë delet e si së rrinë telefon. Edhe krejt edhe në shkollë edhe krejt i kam pas këtë fjallë që mi kanë thonë, të ma mje si del me dele sa na si e hupëm gjysme në kohën telefon. Apo më tregon për këtë pjesën pa tjetër se çdo herë për si raste ka edhe paragjykime. Për shembull shumë mendojnë që ti e lën ana shkollën edhe ndërmjet familjes, çfarë fjalë kishe pas për këta persona? Ma mirë të kishin punë të veta, e jo punë të mia, as punë të kërkojnë as si mojnë dele. Nëse në dal i rujt delet, nuk ka domethënë ai sent që nuk më mësu. Nuk ka ndalu për shembull ke mujtë të dyjat mi balancu, apo? Dhe sa që jam për vajzat të reja, është minimum ma shumë familje se mos me nejt dhe për telefona me qukuen këtë, se kena mu rritë edhe na najt ditë dhe kena me studiu jetën tonë në përndrejtime ndryshme. Edhe pse me hup kohën telefona në rrjete sociale kështu, ma mira me bo diçka punë të shpisë ose naj sen, minimum familjes sa me nejt vetëm telefon.